por unë do ta nis me kolegun tim Ardit Hoxha, i cili e ka ndjekur nga afër sot këtë proces. Unë mendoja Ardit që t'jem e sinqert me ty dhe me publikun që procesi i rinumërimit do të zgjaste deri në orët e mbrëmjes dhe ne do kishim mundësi që të lidheshim nga qendra e rinumërimit, por ky proces u mbyll sot në 5 të mbasdites dhe do të vijoj sërish nesër dhe unë dua që të më bësh fillimisht një përmbledhje çfarë ndodhi realisht sot. Atëherë, fillimisht për ta sqaruar, procesi sotëm ai që pam në Pallatin e Sportit Farie Hoti nuk ishte një proces rinumërimi, për dallim nga ajo që do të shohim nga nesër e në vijim, ndoshta në 2 javët e ardhshme. Ditën e sotme ne pam një proces rivlerësimi të 94 kutive të qarkut të Elbasanit, respektivisht të ZAZ-ve të bashkive të Peqinit dhe bashkive të Gramshit. Ky është procesi. Pra jo rinumërim votash preferenciale për kandidatët, po verifikim. Verifikim i kutive me fletë dhe votimit dhe kutive me materiale zgjedhore. 94 kuti që i takonin bashkive të Gramshit dhe të Peqinit. Në 2 bashki në cilat Partia Demokratike në qarkun e Elbasanit ka rezultatin më dobët, pra nëse krahason me bashkinë e Elbasanit, qoftë edhe me bashkinë e Belçit, së Rrikut, apo edhe të Librazhdit. Pra që janë pjesë e qarkut të Elbasanit. Që formojnë qarkun e Elbasanit, këto 2 bashki, Partia Demokratike kishte rezultatin jo vetëm më të dobët në këto zgjedhje, por edhe ndër rezultatet më të dobta historike të saj në këto 34 vite pluralizëm politik. Tani, ky proces rivlerësimi u përmbyll sot, apo kam betur? U përmbyll, dhe ka disa gjetje. Dhe çfarë nxori? Po pra, këtu dua të ndalem. Çfarë nxori në pas? Sepse kam pastaj edhe një video të zotit Blendi Himçi, i cili kam rritur tashmë në panel, por unë thjesht dua ta ndjekim pavarësisht se ai është në panel. Ishim bashkë me zotin Himçi që nga mëngjesi deri në orët e pasdites. Jo, çfarë doli nga këto, nga rivlerësimi i këtyre kutive? Atëherë, fillimisht kemi të qartë tashmë që në disa kuti votimi kishte fletë të cilat ose ishin më pak nga çfarë ishte në proces verbal, ose më shumë pra. Sa ishte ky numër, më pak apo më shumë? Janë rreth 15 kuti, në mos gaboj, në të paktën informacionet që unë kam, por do ta specifikoj këtë që për të gjitha këto gjetje që u zbuluan sot nga procesi i rivlerësimit të kutive, do të ketë një vendimarrje të kasit, që do i konsideroj ku kishte vota në shtesë apo mangut, ku kishte pastaj proces të deformuar me mangësi vulash, apo edhe, po themi, gabime në fletët e votimit, pra jo ashtu si do duhet t'jenë, por ajo që nisa them që në këto 15 kutit paktën... Pra u gjetën fletë më shumë se sa që ishte numri në total? 15 kutit të cilet mund të provojnë apo mund t'japin të drejt Partisë Demokratike për atë pretendimi madhor që quhet Treni Bullgar. Pastaj në kutit e tjera do të shihet, sepse mungesa e fletëve të votimit apo një fletë mangut mund të klasifikohet apo të kategorizohet edhe si gabim njerëzor. Okej, se të diskutojmë me panelin. Dhe do jetë vendimarrja e kasit. Tani, ndërkaq është raportuar. Vendimarrja e kasit vetëm për ta mbyllur, sipas informacioneve që unë kam, do të jetë në fillim të javës, do të ketë një mbledhje të kasit për të vendosur mbi atë se çfarë pam sot dhe çfarë u Pra thjesht për ta përmbledhur për publikun. Flet më shumë se sa ishte numri në total dhe flet pa vull, ose me një vull ose pa vull afare. Sepse sipas ligjit fleta duhet i ketë të dyja vullat mbrapa saj. Ndërkaq, meqense e përmendëm rastin e Elbasanit. Jo në gjitha kutitë, vetëm në disa prej kutive. Vetëm në disa prej kutive. Okej, e ndjekim pak denoncimin e Blendi Himçit sot, thjesht për ta dëgjuar se pastaj do të shkoj tek ai. Thjesht për ta dëgjuar, regjia. Kjo hyrje kutia të vlefshme dhe nuk kërkon. E vazhdojnë dhe konstatojnë si të vlefshme. Është vetëm e një vull. Si që shikoni. Dhe për kë është vota? Për kë ishte vota? Për pësëm për këtë vota. Për pësëm e shahim. Ja, po e them, është numri 5. Për Partinë Socialiste. Ka votë për kandidatin? Ka votë për kandidatin? Tani, s'ka rëndë si kandidatin. Në rëndë të themi përsëri, një tjetër. Përsëri, kjo s'ka vull fare. Është shënuar e vlefshme? Është quajtur e vlefshme, pesa. Ja, pa vulla. Kjo është pjesa e trenit bullgar. Po tani çfarë ndodh me këto fletë? I konsiderohen të vlefshme? Po kërkojnë ta ti konstatojnë përsëri të vlefshme. Normalisht duhet bëhet korrigjimi edhe i tabelës, po jo vetëm i tabelës, duhet bëhet edhe konstatimi për pavlefshmërinë të kësaj kutie. Për sa këtu futet një fletë bosh, e cila ka krijuar trenin bullgar dhe shikoni dhe rezultatin e kësaj qendre, është që kjo kuti dali e gjithë e pavlefshme.
Ardit, me qënë se ti ishe aty, edhe ndoqe nga afër, sa i përsëritur ishte ky fenomen? Pra këto flet me një vull ose pa vull fare, Po, nga ajo që dhe me mundon qënë edhe se shikonin. e demonstruat aty që votat ishin për Partinë Socialiste. Tek të gjitha fletët ishin për Partinë Socialiste dhe për kë kandidat, se nuk na e zbuloj, zoti Himçi. Po të pyes ty, po ja, Në dy kurse fletë që aty? unë munda të shoh, ndoshta zoti Himçi ka parë edhe Fletët e tjera? Po në dy raste që unë munda të shqoj ishte vot për Partinë Socialiste dhe për kandidaten e listës së hapur zonjën Sara Mila, në ato raste që unë pash. Pra për Sara Milën ishin votat në këto fletë? Ato dy fletë Vetëm dy fletë peti? dy fletë që unë pash, që munda të shqoj që ishin me problematika për cilat vëzhguesit e Partisë Demokratike patën kontestime, pra që ose nuk ishte vula, ose kishte vetëm njërën nga dy vulat. Si që thash në fillim, ishin rreth 15 kuti nga 94 që u rinumruan, në cilat u shfaqen këto problematika. Pastaj, se sa nga këto 15 do të marrë vendimarrje kasi, apo nëse do të qytet problematikat e tjera, pra do të jetë një vendimarrje kasit që mund të shkoj në variantin në thonjza më ekstrem të mundshëm. Quhen të pavlefshme vetëm ato fletë votimi apo i gjithë Të kutia? nisa të shpjegoj. Pra mund të ketë një vendimarrje ekstreme të kasit që duke u nisur nga ajo se çfarë ka zbuluar nga ky kampionim për këto dy zazët, ti shpall të pavlefshme zgjedhjet në këto dy bashki dhe të kemi përsëritje. Pra e thash është rasti ekstrem. Ky do ishte rast ekstrem. Në thonjza do ishte fitoria më e madhe mundshme për Partinë Demokratike që ti përsëriste këto zgjedhje. Pastaj kemi variantin e mesëm. Varet fitore apo jo, ha vend për diskutim këtu, gjithsesi. Gjithmonë në thonjza. Gjithmonë në thonjza, po i rezervoj komentet. Një variant i mesëm mund të ishte shpallja e pavlefshme, pra mos llogaritja